Në kushtet e uljes së ndjeshme të temperaturave, Bashkia Roskovec ka monitoruar nga afër funksionimin e sistemit të ngrohjes në institucionet arsimore të qytetit dhe njësive administrative. Bashkia Roskovec ka marrë të gjitha masat për garantimin e ngrohjes në të gjitha shkollat e territorit të bashkisë, shprehur kryetaria e bashkisë Majlinda Bufi. Sipas saj, gjimnazia Adem Vrapi është i pajisur me sistem ngrohjeje qendrore, ndërsa në shkollat e zonave rurale të 4 njësive administrative, ngrohja sigurohet përmes copave me dru dhe pajisjeve ngrohëse me energji elektrike. Gjithashtu, kreu i organit ekzekutiv të kësaj bashkie tha për televizionin Apollon se nxënësit zhvillojnë mësimin në ambiente të ngrohta dhe në kushte të përshtatshme dhe pa pasur probleme për vijimin e orëve mësimore. Ky është një moment që në fakt kërkon vëmendje të shtuar, por këtë vëmendje ne kemi patur që më herët, që më përpara. Dhe sot unë sapo kam marrë një informacion konkret nga Drejtoria e Arsimit Kulturës në bashki, e cila më garanton që të gjitha shkollat që kanë një sistem qendror të ngrohjes sot janë në funksion të plot, kaldajat funksionojnë, janë të disa llojeve ngrohje me naftë, ngrohje me peleta. Dhe shkollat e tjera ku ne nuk kemi një sistem të përqendruar të ngrohjes, kanë mënyra tjera alternative të ngrohjes, ka disa shkolla që ngrohen me soba me dru, ose 2-3 të tjera janë që ngrohen me pajisje, me energji, me ngrohsa. Të gjitha ato janë në funksion të plot dhe Bashkia Roskovecit sot garanton që fëmijët, nxënësit e shkollave marrin mësim dhe janë në kushte të mira, edhe pse sot temperaturat janë të ulura. E gjitha kjo tregon për kushtimin tonë që ne kemi patur në kohën e duhur që në momente të tilla si ky sot ne të jemi të jemi korrekt me gjitha masat e duhura për fëmijët. Autoritetet arsimore lokale konfirmojnë se procesi mësimor po zhvillohet normalisht dhe pa ndërprerje. Drejtoresha e Arsimit pranë Bashkisë Roskovec, Brikena Hajdini, ka theksuar se mësimi zhvillohet rregullisht në të gjitha shkollat, ndërkohë që nxënësit dhe stafi arsimor kanë kushte të përshtatshme termike për zhvillimin e orëve të mësimit. Jemi në ambientin e gjimnazit Adem Vrapi Roskovec. Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës së Bashkisë Roskovec ka marrë gjitha masat për ngrohjen në shkolla. Në këtë shkollë, konkretisht kjo shkollë funksionon me kaldaj me pelet dhe kemi bërë furnisimin e kësaj shkolle për ngrohjen e rreth 300 nxënësve në kushte optimale. Bashkia Roskovec dhe zyra vendore arsimore bëjnë me dije se monitorimi i situatës do të vijojë në mënyrë të pandërprer, me qëllim garantimin e sigurisë, shëndetit dhe mirëqenies së nxënësve gjatë gjithë sezonit të ftohtë.